përmbytjet është komplet ndryshe. Njerëzit janë të mirë kuptueshëm. Unë më është dashur për shkak të punës time si drejtuese politike këtij qarkut që të hyj në serat tuaja, të njoh detaje të cilat janë të lidhura direkt me tokën, të marr mësime nga më të mirët këtu, së bashku me zëvendësministrin, me Thimokotën që kemi shkelur kudo, dhe madje të kuptoj që edhe tokat tuaja ranore e përballojnë më mirë përmbytjen, sepse e kanë filtrimin më të shpejtë. Por çka është më e rëndësishmja është që të mirë kuptohemi, të mbështesim njëri tjetrin në punën tonë, dhe ju duhet jeni të gjithë qartë që qeveria shqiptare është e angazhuar maksimalisht për mbështetjen e fermerëve dhe të blegtorëve, dhe mjafton që t'i referohemi shifrave nga viti në vit për të kuptuar se si ka ndryshuar kjo mbështetje dhe se si skemat e mbështetjes sot arrin të asimilohen shumë më mirë nga fermerët. Tek shikoja vitin 2025 janë disponuar një shumë e rëndësishme mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave, të cilat janë ezauruar në 95% të tyre, gjë që tregon që tashmë edhe skemat janë më të kuptueshme, edhe aplikuesit dinë që ta kryejnë procesin më mirë, por ajo që ka është më rëndësishme është që duhet thënë që buxheti i vitit 2026 është buxheti më i madh historik i vendosur në dispozicion nga qeveria shqiptare për bujqësinë, blegtorinë edhe peshkimin. Unë do ndaloja këtu për të lënë fjalën kolegëve të mi dhe padyshim edhe kryetarit të bashkisë, pasi sot ne kemi ardhur për t'u dëgjuar dhe ky është një dialog të cilin ne e kemi në bazën e qeverisjes tonë, pasi asgjë nuk bëhet dot siç duhet në rast se nuk e dëgjojmë njëri tjetrin. Shumë faleminderit.